Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për t'i dhënë zë dhe në fakt për të komentuar edhe një herë për ngjarjen që ndodhi natën e mbrëmshme në shtëpi mes Mirit, Rogertit edhe Shëndritit. Në fakt nuk është një ngjarje e bukur, Miri po kërcënon gjatë gjithë kohës. Nuk e di se sa e tolerueshme është që të kërcënohet në shtëpinë e Big Brotherit në këtë formë, edhe pse në fakt Shëndriti e ka tepruar me mënyrën se çfarë ka folur, por unë arrita që të kuptoj në fakt fiks se çfarë ka ndodhur dhe dëshiroja që ta ndajmë së bashku këtë gjë. Tani në mbrëmjen e dieshme në shtëpinë e Big Brother ka qenë e mbushur shtëpia me dinamika shumë të forta, por dhe me momente të tensionuara. Protagonistët të këtij debati të ashpër kanë qenë Shëndriti, Miri dhe Rogerti, ku një batutë e keq kuptuar, do me thënë Shëndriti mundohet që ta shpjegon se nuk ka qenë e adresuar drejt tyre batuta, ka eskaluar shpejt në paralajmërime dhe në përplasje. Debati mori shkas kur Shëndriti bëri një patut duke përdorur shprehjen "hio de puta", që nuk kupton, do me thënë bir kurve në gjuhën shqipe. Ai u shpreh se këtë e tha në formë shakaje duke imituar personazhin e njohur të një filmi të humoristik, që përdor këtë frazë në epizodat e tij. Megjithatë, konteksti i tij nuk u besua dhe u vazhdua me fyerje. Miri në fakt eskaloi nga vetja, filloi duke e kërcënuar në mënyrë të tmerrshme, do me thënë duke i thënë 3 herë që unë ty do të mbys për fjalën që e ke thënë. Tani nuk është fjalë e bukur, unë mendoj që dhe Shëndriti nuk ka përdor gjuhë të mirë brenda kësaj shtëpie, se sido që tjetë, Shëndriti duhet ta kupton që banorët do ta personalizojnë gjën dhe normalisht që nuk do ta besojnë, se do ta quajnë si një lloj kërcënimi apo një lloj ofendimi kundër drejt tyre. Por këtu tani ka një diçka, ka pak moment njerëzor. Në momentin kur ti, do me thënë, e thua atë fjalën dhe mundohesh të arsyetohesh edhe kërkon falje dhe ato vazhdojnë që të ngrejnë zërin sa më shumë, atëherë bie që ato dëshirojnë thjesht të faktorizohen, që në këtë rast, do me thënë Miri, dëshiron që të bie në sy, dëshiron që të del në prime dhe është duke e përdor këtë gjë, është duke e përdor jashtëzakonisht shumë që vazhdon kërcënon akoma brenda shtëpisë që thotë do ta shkri. Dhe mua në fakt po më befason jo profesionalizmi i produksionit në këtë mes, që produksioni duhet në këtë rast dënon dhe Mirin, dhe Rogertin dhe Shëndritin, duhet patjetër të fut zar të zi në shtëpi dhe jo të toleron ato të përdorin një gjuhë të tmerrshme në fakt që janë duke e përdorur. Rogerti ka filluar që të qetësohet, me thënë nuk është se e përdor si shpesh të gjuhën, por Miri për shembull, Miri është duke fituar nga kjo gjë dhe është duke bërë vetëm që të del në prime. Se jam shumë i bindur që Miri e ka kuptuar që nuk e pati me qëllimin për t'ju thënë këtyre banorëve, ndërsa Shëndriti mendoj që duhet të ulet edhe të vedisohet, sepse fjalët që përdoren në gjuhë të huaja duhet ta kupton që është brenda një shtëpie me shumë banor dhe me të drejtë ato banor mund të keq kuptojnë të gjitha situatat, por që do me thënë i egzagjerojnë situatat, i dramatizojnë situatat në rastin si që Miri e bën vetëm e vetëm për të dalur në prime sepse dëshiron që të jetë protagonist, nga ana e Mirit është me kastile e bën me kjo gjë. Nuk është se Miri u prek kaq shumë dhe të vazhdosh të thuash akoma ta shkri, ta mbys, ajo është e patolerueshme. Unë mendoj që tani produksioni duhet të ndërhyjë dhe nuk ka nevojë më t'i mban banorët si puna e Mirit, Rogertit, qoftë edhe Shëndritit për klikime, por duhet t'i nxjerrë nga shtëpia dhe duhet Big Brotheri të qëndrojë në normat e veta. Do të thënë arsyeja pse ka arritur puna deri këtu është se Shëndriti ja ka thënë Gimbos fjalën hio de puta, që nuk kupton, do me thënë bir kurve. Nuk është një fjalë e adresuar kundër drejt banorëve të tjerë, por në këtë rast Miri dhe Rogerti që çuditërisht banorët e tjerë nuk e kanë marrë si gjë të mirëqen, por Miri dhe Rogerti e kanë marrë, do me thënë janë dy protagonistët që dëshirojnë të dalin në vëmendje, dëshirojnë të marrin vëmendjen e publikut, se po të ishte një fjalë e adresuar kundër drejt të gjithë banorëve të tjerë, unë jam i bindur se të gjithë banorët e tjerë do të kishin reaguar ashpër siç reagoi Miri. Por do me thënë, të kërcënosh
tjetrin në atë mënyrë aq shumë, i bie që Miri është i frikshëm. Dhe me thënë po nxjerr një anë të tij që unë realisht po çuditem se si mundet një artist të degradoj deri në këto nivele. Dua të marr mendimin tuaj, do me thënë si e shikoni këtë rast, a duhet që të dënohen të tre në këtë pikë?